Skandali me 2800 ton mbetje të rrezikshme tashmë ka përgjegjës konkret. Gjyqtari i Durrësit Orgen Tnazaj vendosi 33 masa sigurie për drejtues të kompanisë Kurum dhe zyrtar të Portit Durrësit, kompanive private dhe agjencisë kombëtare mjedisore për skandalin e mbetjeve të rrezikshme që u bllokuan në Tajland në vitin 2024. Dy prokurorët e Durrësit, Suela Beluli dhe Mediana Meta, pas më shumë se 17 muajsh hetime të thelluara, kanë konfirmuar zyrtarisht se 2800 ton mbetje kanë prani të substancave të rrezikshme dhe se transportimi i tyre nga Elbasani fillimisht drejt Durrësit e më pas drejt Tajlandës me anije është bërë në shkelje të ligjit. Si erdhi prokuroria në një konkluzion të tillë dhe mbi bazën e cilave dyshime të arsyeshme ngriti akuzë konkrete ndaj 33 personave. Në nëntor të vitit 2024, Ministria e Mjedisit Mirela Kumbaro mohoi me forcë se bëhej fjalë për mbetje të rrezikshme, duke akuzuar në atë kohë opozitën për shpifje dhe se sipas saj po kërkohej të nxirrej dhjam nga pleshti me këtë histori. Por hetimi tregoi që bëhej fjalë për një ari që zonja Kumbaro po e paketonte si një plesht. Fillimisht ishte OLAF, zyra evropiane kundër mashtrimit, Komisioni Evropian, që njoftoi me datën 25 korrik të vitit 2024 drejtorinë e antitrafikut të doganave shqiptare në lidhje me eksportin e dyshim të oksidit të hekurit. Njoftimi i OLAF përmbante një listë kontenjerësh dhe fotografi mallrave të dyshuar gjatë procesit të ngarkimit në portin e Durrësit. Ngarkesë e cila dyshohej se mund të transportonte mbetje nga Shqipëria në Tajland. 18 ditë më vonë e më konkretisht me datën 13 gusht 2024. Drejtorisë së hetimit doganor pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave i ka ardhur një informacion dhe në atë kohë ka referuar material hetimor për veprën penale kontrabanda me mallra të ndaluar ose të kufizuara në ngarkim të shtetases Giovanna Sokolej, administratore subjektit Sokolej SHPK. Së treti, Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Emigracionin Durrës dhe Drejtoria e Hetimit Doganor Tiranë, pas marrjes së informacionit, regjistroi 3 procedime penale, me datën 14 gusht, me datën 19 gusht dhe me datën 19 gusht sërish. Procedimet e cilat janë bashkuar në një procedim të vetëm nga ana e prokurorisë me numër 1596 të datës 14 gusht 2024 për veprat kontrabanda me mallra të ndaluar ose të kufizuara, transportimi i mbetjeve, si dhe shpërdorimi i detyrës. Por, çfarë nuk shkonte në verifikimin paraprak? Numrat e kontenjerëve nuk përputheshin. Megjithatë, është arritur të identifikojë deklarata doganore bashklidhur ngarkesës së dyshim, bazuar në llojin e mallrave dhe destinacionit. Të dhënat e transportuesit u shkëmbyen me partnerët ndërkombëtar për të asistuar në lokalizimin e ngarkesës, e cila ishte ndarë në 2 mjete të ndryshme transporti. Itineraret ishin Durrës, Trieste, Singapore, Tajland dhe Durrës, Pire, Singapore, Tajland. U zbulua se subjekti Sokolej SHPK me datën 4 korrik 2024 ka eksportuar 2800 ton oksid hekuri drejt Tajlandës me vlerë $140.000. Sipas dokumentacionit të depozituar nga subjekti Sokolej, mallrat ishin blerë pranë Kurum International SHA me vlerë $40.000. Surprizues ishte zbulimi se i njëjti subjekt kishte kryer dhe 2 transportime të tjera të 2 ngarkesave me të njëjtën natyrë malli të shkruar në letra, oksid hekuri. Por a ishte transportuar në të vërtet oksid hekuri? Është një pyetje e cila ende nuk ka një përgjigje nga prokuroria. A mos vallë është transportuar në ato 2 ngarkesa të mëparshme, të dërguara në destinacion një lëndë tjetër e rrezikshme
si ajo që u zbulua nga hetimi i prokurorisë së Durrësit, dhe këto dy ngarkesa janë eksportuar përkatësisht në mars dhe prill të vitit 2024. Në hetimet e prokurorisë thuhet se nga verifikimi në sistemin e automatizuar të dhënave doganore botërore, rezulton se Sokolaj SHPK kishte kryer dhe 2 eksporte të tjera me këtë natyrmalli, oksid hekuri. Dhe bashkëlidhur, prokuroria ka arritur të gjejë dhe 2 deklarata doganore. Ndërkohë, në referimin e materialit hetimor janë dërguar dhe praktikat e këtyre eksporteve. Për ngarkesën e fundit prej 2800 tonësh që ishte kthyer në një shqetësim për zyrën europiane kundër mashtrimit, rezultoi se anija Molivia është nisur me datën 4 korrik 2024 nga porti i Durrësit dhe mbetjet të cilat dyshohet se janë toksike janë nisur nga subjekti Sokolaj. Deklarata e Giovanna Sokolajt. Për të qartësuar nëse bëhej fjalë për ngarkesë të rrezikshme toksike apo për një mall të riciklueshëm, një nga veprimet hetimore të para që u bë ishte marrja në pyetje e Giovanna Sokolajt, e cila e pyetur nga oficerët e policisë gjyqësore ka deklaruar se është e vetpunësuar në biznesin e saj tek subjekti Sokolaj SHPK dhe me datën 4 korrik 2024 ky subjekt ka nisur rreth 102 kontenjer të ngarkuar me oksid hekuri me destinacion Tajlandën. Produktin e ka bler nga shoqëria Kurum International SHA me datën 3 tetor 2023 dhe ka bler fillimisht 2000 ton kundrejt pagesës prej $34,000 dhe me datën 16 nëntor 2023 ka bler rreth 800 ton të tjera kundrejt pagesës rreth $7,000. Për secilën pagesë është pajisur me faturat përkatëse. Sipas saj, interes për blerjen e oksidit të hekurit ka shfaqur subjekti GS Mineral me seli në Kroaci dhe për këtë arsye sasinë prej 2800 ton oksid hekuri ja ka shitur këtij subjekti me çmimin prej rreth $141,000. Pas ngarkimit të 102 kontenjerëve në anijën tregtare, është bërë nisja nga porti i Durrësit me datën 4 korrik 2024. Më pas me datën 9 gusht 2024, i është dërguar një email nga kompania e kontenjerëve MSC, e cila e ka informuar se 102 kontenjerët do të ktheheshin në portin e Durrësit, sepse porti i Singaporit nuk pranonte të bënte shkarkimin për shkak të dyshimit se kontenjerët ishin të mbushur me lëndë toksike. Giovanna ka deklaruar se i ka kthyer përgjigje nëpërmjet emailit MSC-s, duke i thënë se për mallin e ngarkuar në kontenjerët që është oksid hekuri, janë bërë analizat nga ana e Sokolaj SHPK dhe Kurum dhe nuk rezulton që aty të ketë mbetje toksike. Gjithashtu, ajo u ka propozuar që mund të bëjnë mostrimin e produktit në portin e Singaporit, por ata i kanë thënë që duhet të kryente pagesën për kryerjen e analizave. Giovanna Sokolaj ka deklaruar gjithashtu se gjatë vitit 2024 ka kryer 2 ose 3 eksporte të tjera me destinacion Tajlandën me oksid hekuri dhe nuk ka patur asnjë lloj problematike. Për këto eksporte, për kryerjen e analizave ka njësur Monster Kampion, që analizat të bëheshin në Kroaci në datë 7/4/2024 dhe përgjigja i ka ardhur me datën 21/4/2024 dhe nga përgjigjet e analizave, produkti oksid hekuri nuk është toksik. Analiza gjithashtu ka bërë dhe subjekti Kurum më vete. E pyetur në lidhje me subjektin GS Mineral, me adresë në Kroaci, shtetësia Giovanna Sokolaj ka deklaruar se është po ajo vetë administratore e këtij subjekti, të cilin e ka hapur prej rreth 3 vitesh. Ky është subjekt broker pasi bën lidhjen e marrëveshjeve, kontratave me subjekte ndërkombëtare. Me 14 gusht të vitit 2024, Giovanna Sokolaj i ka dorëzuar hetuesve 7 dokumenta të ndryshme, që nga deklarata doganore, fatura tatimore, kopje të analizës së produktit të kryer në Kroaci për llogari të kompanisë së saj
dhe të analizës së kryer nga Kurum në Shqipëri për llogari të Kurum. Marrja e mostrave për analizë. Në funksion të këtij procedimi penal, Prokuroria e Durrësit me datën 20 gusht 2024 i ka kërkuar Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave Tiranë informacion në lidhje me deklaratën doganore të datës 4 korrik 2024, kodin tarifor për artikullin oksid hekuri, nëse është marrë kampion mostre, nëse janë kryer verifikime apo janë shkëmbyer informacione me organizatën botërore të doganave, SELEK dhe OLAF-in, autoritetet doganore të Kroacisë, dhe nëse ka patur raste të mëparshme të eksportimit të artikullit oksid hekuri me kod tarifor përkatës 282 1130. Në përgjigje të kësaj shkrese, oficeri policisë gjyqësore të Drejtorisë së Hetimit Doganor, pjesë e grupit të hetimit të këtij procedimi penal, ka përpiluar një informacion dhe me datën 20 shtator 2024, bashkëlidhur të cilit ndër të tjera është administruar dhe korrespondenca e autoriteteve doganore shqiptare me Ministrinë e Mjedisit, OLAF-in, autoritetet doganore kroate e tjerë. Nga korrespondenca me email me autoritetet doganore të Kroacisë. Rezulton si vijon: Shoqëria GS Minerals në Kroaci, në regjistrin gjyqësor të gjykatave tregtare në Rijek, rezulton se është një kompani ku ka aktivitet kryesor ndërmjetësimi në tregtimin e produkteve të ndryshme. Personat e autorizuar për të përfaqësuar shoqërinë janë Giovanna Sokolaj, antari i bordit drejtues, dhe Gjoni Sokolaj, administrator. Kompania GS Minerals është 100% pronësi private dhe është themeluar në vitin 2021. Themeluesi Sokolajt nga Shqipëria Shënavlash Durrës. Sipas Gjoni Sokolajt, i cili është marrë në pyetje, edhe shoqëria Sokolaj nga Shqipëria është 100% në pronësi të familjes së tyre dhe vetëm Giovanna Sokolaj është e punësuar në të njëjtën shoqëri. Nga kontrolli në Kroaci, u konstatua se shoqëria nuk ka mjedise tregtare të vetat, por është regjistruar në adresën e banesës së saj në qendrën e gjerë të Rijekës dhe ka një të punësuar, drejtorin Giovanna Sokolaj, e cila aktualisht nuk ndodhet në Kroaci, por i ka kontaktuar me telefon oficerët doganor dhe i ka informuar se i gjithë informacioni i nevojshëm, dokumentet e punës do t'i vijnë në dispozicion nga bashkëshorti i saj, Gjoni Sokolaj, i cili nuk është i punësuar nga shoqëria, por nditet si një administrator. Kontrolli nisi në mjediset e shërbimit të kontabilitetit duke dorëzuar njoftimin e kontrollit tatimor. Në ditën e kontrollit, Gjoni Sokolaj deklaroi se shoqëria GS Minerals merret ekskluzivisht me ndërmjetësimin e tregtisë ndërmjet Shqipërisë dhe Azisë dhe se mallrat për të cilat ata kryejnë ndërmjetësim nuk vijnë fizikisht në Kroaci, por dorëzimi bëhet në një mënyrë të tillë që mallrat ngarkohen në kontenjer në portin e Durrësit dhe anija nga Shqipëria shkon në portet e destinacionit në Azi, përkatësisht në Lim Chabang në Tajland dhe Ningbo në Kinë. Sokolaj i blen mallrat okside, hekur, zing dhe bakër dhe koncentrate nga Kurum International SHA në kombinatin metalurgjik Bradashesh Elbasan dhe paraqiti përpara oficerëve specifikimin e mallrave datë 11 tetor 2023, që nga aktet rezulton të jetë flet analize e Kurum. Mëtej Gjoni Sokolaj deklaroi se kodi tarifor përkatës ishte deklaruar në mënyrë të saktë në deklarata shqiptare. Megjithatë, përshkrimi i mallit ishte i pasakt. I pyetur se përse pasi konstatoi se në deklarata ishin plotësuar gabimisht të dhënat, nuk u kërkua korrigjimi të dhënave në doganën shqiptare, ai u shpreh se nuk ishte informuar se mund të kërkohej një gjë e tillë. Kurum International, fabrika nga Shqipëria, ja ka dorëzuar mallrat Sokolaj SHPK nga Shqipëria, sipas faturave përkatëse, dhe në përshkrimin e mallit thuhet oksid hekuri, të njëjtat mallra të cilat përshkruhen në këtë kontratë, hekur, zing dhe bakër dhe koncentrate,
janë rishitur GS Minerals. Kushtet e shitjes janë përcaktuar në kontratën e datës 1 tetor 2023, lidhur midis Sokolaj SHPK dhe GS Minerals nga Kroacia. Pra, Giovanna Sokolaj dhe Gjoni Sokolaj, pronar të kompanisë Sokolaj SHPK, i kanë rishitur vetës së tyre të njëjtat produkte. Pasi bleu produktin nga Kurum, kompania e Sokolajve në Kroaci i ka rishitur tek 2 kompani të tjera, një në Hong Kong dhe një në King, dhe përkatësisht të vlerë prej 2800 ton, fillimisht së pari tek Terry Thriving në Hong Kong. Kontrata është lidhur me datën 24 tetor 2023 për blerjen dhe shitjen e oksideve dhe koncentrateve të ndryshme. Për më tepër, në kontratë thuhet se porti i ngarkesës është porti i Durrësit dhe porti i shkarkimit është Laem Chabang në Tajland. Dhe e dyta është kontrata e lidhur me North Creek Resource nga Singapori. Kontrata është e lidhur me datën 16 prill 2024 për blerjen dhe shitjen e oksidit të hekurit dhe si porti i ngarkesës listohet porti i Durrësit në Shqipëri dhe porti i shkarkimit porti Ningbo në Kinë. Në bazë të kërkesës së autoriteteve doganore kroate, Gjoni Sokolaj deklaroi se nuk i njeh klientët e shoqërive Terry Thriving nga Hong Kongu dhe North Creek Resource nga Singapori, të cilëve u shiten mallrat në fjalë dhe se dërgesa sipas deklaratës së datës 4/7/2024 nuk ka mbërritur ende në destinacion dhe se ka dieni se nuk merret përsipër për shkak të dyshimit nga ana e blerësit për saktësinë e deklarimit të mallrave. Por mbetet e paqartë, pavarësisht hetimeve, të paktën në ato materiale që janë bërë publike deri më sot, se cila është vlerja e rishitjes tek 2 kompanit, ajo në Hong Kong dhe tjetra në Singapur, nga pronarët Giovanna Sokolaj dhe Gjoni Sokolaj drejt këtyre kompanive. Nëse ata e kanë blerë tek Kurum me $40,000, ja kanë rishitur vetes së tyre me $120,000, sa është vlera që pretendohet se ata e kanë shitur këtë produkt në Tajland te 2 kompanit respektive. Në funksion të këtij procedimi penal, u procedua me vendimin për sekuestrimin në cilësinë e provës materiale të 102 kontenjerëve sipas deklaratës doganore përkatëse. Për shkak të numrit të lartë të kontenjerëve dhe depozitimit të tyre në një vend të sigurt, si përsa i përket sigurisë mjedisore dhe asaj fizike, nëpërmjet monitorimit në kamera 24 orë, procedura e ekzekutimit të vendimit të sekuestrimit u bë në koordinim me Autoritetin Portual Durrës, Kapitenerinë Detare Durrës, Degën e Doganës në Durrës, Drejtorinë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Durrës, Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës dhe Drejtorinë e Hetimit Doganor. Sekuestrimi u krye me datën 8 nëntor 2024 dhe nga Policia Gjyqësore u mbajt procesverbali i sekuestrimit shoqëruar me listën përkatëse të kontenjerëve, duke përshkruar numrat e kontenjerëve, kodet e sigurisë, përfshirë dhe ato të vendosura në portin Tekirdağ në Turqi, gjendjen fizike, fletët e peshimit, gjatë procesit të sekuestrimit të kontenjerëve, ato ju nënshtruan dhe testit për radioaktivitet, i cili u zhvillua në bazë të një plani masash të hartuar nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin, dhe nga skanimi i 102 kontenjerëve, pajisja skanuese nuk konstatoi prani të lëndëve radioaktive, gama apo neutron. Gjatë sekuestrimit u verifikuan numrat e kontenjerëve të cilët ishin të njëjtë me ato të deklaruara në momentin e nisjes nga porti i Durrësit, si dhe u evidentuan dhe kontenjerët të cilët kishin dhe plumçe të vendosura nga autoritetet turke në portin e Tekirdağ në Turqi, nga ku rezultoi se ishin vendosur plumçe të tjera për rreth 40 nga 102 kontenjerët. Sipas urdhrit për lënien në ruajtje të provës materiale, administrimi dhe ruajtja e tyre ju ngarkua Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Agjenci
e cila ka konfirmuar marrje në dorëzim sipas proces verbalit të datës 9 nëntor 2024, me qëllim marrjen e mostrave për ekspertim dhe kryerjen e analizave laboratorike. Prokuroria e Durrësit i është drejtuar të gjithë ministrive dhe institucioneve brenda territorit shqiptar, dhe nga përgjigjet e administruara nuk rezulton asnjë institucion, laborator apo ent që të kishte infrastrukturën dhe mjetet e nevojshme për kryerjen e procesit të marrjes së mostrave dhe analizimit të tyre. Në vijim, në bashkëpunim dhe me autoritetet italiane, u identifikuan 3 shoqëri, 1 italiane dhe 2 shqiptare, dhe eksperti kimist, të cilat plotësonin kriteret e përgjithshme dhe specifike që duhet plotësohen sipas protokolleve ndërkombëtare për rastet kur duhet të testohen mostrat potencialisht të rrezikshme mjedisore me jo më pak se 5 vite përvojë. Laboratori Advanced Analytical Solution SHPK, Brema Ambient SHPK dhe zoti Arjan Korpa u caktuan si ekspert me datën 24/12/2025 është administruar akti i ekspertimit të ekspertëve Selim Bregu, Sokola Bazi dhe Arjan Korpa, nga i cili rezulton në mënyrë të përmbledhur si konkluzion si më poshtë. 11 mostra të marra nga 11 prej 102 kontenjerëve të sekuestruar, bazuar në analizat e përmbajtjes totale të elementëve dhe përbërjeve të tyre të kryera në rezultatet e analizës së liçivimit, si dhe analizën oksidike të mostrës kompozite të përbërë nga 11 mostrat, konstatohet se materiali karakterizohet nga përmbajtje shumë e lartë e zingut dhe e hekurit të shoqëruara me plumb, bakër, mangan, kalcium, kalium, klor dhe squfur. Përbërja oksidike rezulton e dominuar nga oksidi i zinkut me 43% dhe oksidi i hekurit me rreth 34%, me prani të oksideve shoqëruese tipike për proceset metalurgjike të prodhimit të qelikut. Nga pikpamja fizike, materiali paraqitet si pluhur shumë i imët, me ngjyrë gri të errët në të zezë me shkëlqim metalik lokal. Në aspektin teknologjik, profili kimik dhe karakteristikat fizike të konstatuara janë në përputhje me ato të pluhurit të furrës elektrike të qelikut, të tipit të pasur me zink. A ka në përbërjen e mostrave objekt ekspertimi, substanca apo element që përbëjnë rrezik për shëndetin dhe mjedisin? Përgjigjja e ekspertëve është po. Në mostrat përkatëse konstatohet prania e elementeve dhe përbërjeve të tyre që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, kryesisht zingu, plumbi, kadmiumi dhe arseniku. Këta element dhe përbërjet e tyre, sipas klasifikimit përkatës të substancave përbërëse në kuadër të rregullores CLP, lidhen me rrezikun e toksicitetit për riprodhimin dhe ekotoksicitet, veçanërisht ndaj ekosistemeve ujore. Për rrjedhoj, materialet kërkojnë menaxhim të kontrolluar dhe trajtim si mbetje të rrezikshme në përputhje me legjislacionin në fuqi. Duke ju referuar përbërjes kimike të 11 mostrave të marra nga 11 për 102 kontenjerëve të sekuestruar, a është i njëjti material? Po, është përgjigjja e ekspertëve nga krahasimi i përbërjes kimike të 11 mostrave bazuar në rezultatet analitike të përmbajtjes totale dhe në vlerësimin e shpërndarjes sasiore të elementëve kryesor dhe shoqërues, konstatohet se mostrat i përkasin të njëjtit material industrial. Variacionet e vërejtura, thonë ekspertët, ndërmjet mostrave janë brenda kufive normal të heterogenitetit të pritshëm për një material industrial në aspektin teknologjik dhe material. Ky material, thonë ekspertët, identifikohet si pluhur i furrës elektrike të qelikut. Pyetja tjetër, a përputhen rezultatet e testimit të 11 mostrave me ndonjë prej mostrave, 4 mostrave të tjera, objekt ekspertimi?
Ekspertët japin këtë përgjigje nga krahasimi i rezultateve analitike të 11 mostrave të marra nga kontenierët me rezultatet përkatëse të mostrave, konstatohet se 11 mostrat përputhen me mostrat e Quorum International dhe Allianz SHPK. Këto materiale i përkasin të njëjtit material industrial, përkatësisht pluhurit të furrës elektrike të qelikut, të tipit të pasur me zink. Në të kundërt, mostra PROC 1 dhe PROC 2 Sokole SHPK nuk përputhet me 11 mostrat e kontenierëve, pasi përfaqësojnë një material metalurgjik të ndryshëm, jo ferroz, të karakterizuar nga përmbajtjet e lartë e bakrit. A përputhen rezultatet e testimit të 11 mostrave me fletët e analizës të vënë në dispozicion nga Giovanna Sokolaj, Quorum International dhe Cementra me datë 7/4/2024, përgjigja e ekspertëve është jo, nuk përputhen. Nga krahasimi i rezultateve analitike të 11 mostrave të marra nga 11 kontenierët e sekuestruar me të dhënat e paraqitura në fletët e analizës të datave 11 tetor 2023 nga Quorum dhe me 7/4/2024 Cementra të kompanisë GS Minerals në pronësi të Giovanna Sokolajt, konstatohet mungesë përputhshmërie materiale. Rezultatet e 11 mostrave tregojnë një profil kimik karakteristik për pluhurin e furrës elektrike të qelikut të tipit të pasur me zink, i dominuar nga oksidi i zinkut dhe oksidi i hekurit, si dhe nga prania e përbërësve shoqërues tipik për këtë material, përfshirë klorin, shufurin, oksidin e kaliumit dhe arsenikun. Në të kundërt, fleta e analizës së Quorum, thonë ekspertët, të datës 11/10/2023, përshkruan një material të dominuar nga okside hekuri me përmbajtje të lartë dhe hekuri me përmbajtje të lartë, rreth 72%, dhe hekuri total 77.84%, ndërsa përmbajtja e zinkut është me 0.0274%. Është shumë e ulët dhe jo e krahasueshme me atë të mostrave të marra nga 11 kontenierët. Në këtë fletë nuk paraqitet, thonë ekspertët, me vlerë numerike plumbi, i cili do duhet të kishte vlerën e saktë të shënuar. Po ashtu, thonë ekspertët, fleta analizës së Cementras në Kroaci e kryer për llogari të GS Mineral raporton një material të dominuar nga hekuri pas trajtimit termik me përbërës shoqërues përkatës, pa prani të profilit të zinkut dhe pa përbërësit karakteristik të vrentura në mostrat e kontenierëve. Bazuar në këto diferenca themelore në përbërjen kimike, veçanërisht në përmbajtjen shumë të lartë të zinkut dhe në profilin karakteristik të 11 mostrave, kundrejt përmbajtjes dhe gjurmëve të zinkut dhe mungesës së këtij profili në fletët e analizës të dorëzuara, konstatohet se rezultatet e 11 mostrave nga kontenierët nuk përputhen me asnjërin nga fletët e analizave të paraqitura, as me atë të Quorum dhe as me atë të Cementras për llogari të GS Mineral. Në përfundim, duke ju referuar konkluzioneve të aktit të ekspertimit kimik mjedisor, në fakt, thon prokurorët, materiali që Quorum ka shitur tek shoqëria Sokolaj nuk rezulton as oksid hekuri dhe as oksid zinku, ashtu sikurse subjektet janë përpjekur nëpërmjet fletëve të analizave që kanë paraqitur, por një përbërje kimike e karakterizuar nga përmbajtje të larta të zinkut dhe hekurit me prani të plumbit dhe bakrit në nivele tipike për pluhurin e furrës elektrike të qelikut, e cila mbi bazën e origjinës teknologjike të mbetjes dhe identifikimit të vetive të rrezikut, sipas direktivës 2008/98 EC me shumë gjasa, kodi 10.0207 përfaqëson klasifikimin e saktë teknikisht dhe ligjërisht të materialit të analizuar. Nga analizimi i akteve të administruara në funksion të këtij procedimi penal dhe rezultateve të ekspertimit, rezulton se subjektet Sokolaj SHPK dhe Quorum International SHA në dijenjë të plotë të rrezikshmërisë së mbetjeve të rrezikshme
të cilat kualifikohen sipas kodit 100207, kanë kryer një sër veprimesh për fshehjen e llojit të vërtetë të mbetjes me qëllim eksportimin jashtë Shqipërisë, duke u shmangur të gjitha detyrimeve ligjore të parashikuara në legjislacionin shqiptar dhe atë ndërkombëtar për menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme. Shoqëria Kurum dhe Sokolaj ka mshehur në mënyrë të vazhdueshme natyrën e vërtetë të llojit të mbetjeve të rrezikshme, duke u përpjekur ta paraqesin hersi oksid hekuri dhe hersi oksid zingu. Siç vërehet nga hetimi, i cili pritet t'i kaloj spak për shkak të dyshimeve se personat dhe kompanjit konkrete kanë bashkëpunuar dhe janë organizuar në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, duke përfshirë dhe dyshimet se janë ndihmuar nga zyrtar shtetëror të agjencive të cilat do duhet t'i mbikëqyrnin, pritet që Prokuroria e Durrësit t'ia kaloj spak për hetime më të thelluara këtë çështje. Ajo që tashmë u zbulua përtej retorikës dhe propagandës qeveritare për ta minimizuar, për ta zhbërë ashtu siç e pat dhe siç i keni parë në vitin 2024, duke tentuar për të mohuar të vërtetën se s'kishte lëndë toksike. Hetimi zbuloi se bëhej fjalë për lëndë të rrezikshme, veçanërisht për shëndetin e njeriut, për të cilat nuk kishte patur asnjë lloj deklarimi të mëparshëm, madje ishin investuar të dy kompanit për ta fshehur të vërtetën. Ajo që nuk kuptohet është cili ishte roli i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, drejtueses së saj e cila u arrestua dhe u la e lirë në masën e detyrim paraqitje nga ana e gjykatës, cili ka qenë roli i Ministrisë së Mjedisit apo zyrtarëve të lartë të saj, ministres e cila në komision parlamentar mohoi që të kishte lëndë toksike, madje siç e pat dhe siç e keni parë, sulmonte opozitën dhe çdo zë kundër për dyshimet që kishte ngritur Olaf, asnjë nga institucionet shqiptare, organizata ndërkombëtare e cila merret me monitorimin e transportimit të lëndëve të rrezikshme. Dhe tashmë, kush do të mbajë përgjegjësi? Sepse kjo çështje u tentua të kalohej pa shumë bujë. Pra, deklarimi dhe nxjerrja e masave, e 33 masave të sigurisë për persona të dyshuar të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Çfarë është bërë me ngarkesat e mëparshme? Pyetja tjetër është ku i ka dërguar Kurum këto mbetje të rrezikshme vite të tjera më parë? Cila ka qenë skema që është përdorur? Dhe besoj do duhet të ketë një thellim të hetimit edhe për vitet e tjera për të kuptuar këtë dinamikë se si lëndët e rrezikshme transportohen apo se si mund të fshihen për t'u shmangur të gjitha përgjegjësive ligjore.